Konsumimi i lartë i mishit të kuq shoqërohet me rrezik më të madh për kancerin e pankrasit. Një studim i ri sugjeron se njerëzit që janë rregullisht sasi të mëdha mishi të kuq mund të përballen me një rrezik më të lartë për zhvillimin e kancerit pankrasit. Analiza e publikuar në revistën shkencore 40 Years in Nutrition shqyrtoi të dhënat e 16 studimeve ku morën pjesë afro 2 milion persona. Hulumtuesit kërkuan të përsaktonin nëse konsumimi i mishit të kuq dhe ati të përpunuar lidhej me shfaqjen e mëvonshme të kancerit pankrasit. Sipas përfundimeve, pjesëmarrësit që konsumonin më shumë mish të kuq kishin një rrezik relativ 16% më të lartë për të prekur nga kjo sëmundje, në krahasim me ata që konsumonin sasi më të vogla. Rezultatet treguan gjithashtu një marrëdhënie lineare rreziku, e cila rritej në përpjesëtim me sasinë e mishit të kuq të konsumuar. Çdo 100 gram shtesë mish të kuq në ditë shoqërohej me një rritje prej 10% rrezikut relativ për kancerin e pankrasit. Megjithatë, studiuesit nuk përcaktuan një nivel të veçantë konsumimi pas së cilit rreziku do të rritej në mënyrë të menjëhershme. Gjetjet ishin të ndryshme për mishin e përpunuar, ku përfshiheshin sallamrat, salçiçet dhe produkte të ngjashme. Në shqyrtimin e 11 studimeve nuk u evidentua një lidhje statistikisht domethënëse mes konsumit të mishit të përpunuar dhe kancerit pankrasit, pavarësisht sasisë së konsumuar. Rezultatet e reja në një linjë me disa të dhëna të mëparshme. Një meta-analizë publikuar si vjet e cila përfshinte mbi 1.8 milion persona kishte arritur në përfundimin se vegetarianët kishin rreth 21% më pak rrezik për të prekur nga kanceri pankrasit sesa njerëzit që konsumojnë mish. Autorët, megjithatë, bëjnë thirrje se këto përfundime do të vlerësohen me kujdes. Pjesa më e madhe të dhënave është mbledhur në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, studimet e përfshira ishin kryesisht vëzhguese dhe mbështeteshin në pyetësor rreth zakoneve të ushqyerjes. Studime të tilla mund të evidentojnë një lidhje, por nuk dëshmojnë se mishi i kuq është shkaku i drejtë i kancerit të pankrasit. Gjithashtu, analizat e shqyrtuara ndryshuan ndjeshëm nga njëra tjetra.